Është koha të shkojmë me Vali Qyrfyqin në rrethinat e Durrësit dhe në Shijak. Në disa qendra të tjera që Vali Qyrfyqi i ka ndjekur hapësapit ditën e sotme. Vali, të përshëndes, si është situata, si vazhdon procesi, kam përshtypjen që në këtë orë të drekës, nëse mund ta quajmë kështu, edhe pjesëmarrja duhet jetë pak më ulët apo jo? Përshëndetje Julia, unë ndodhem në shkollën e mesme Leonik Tomeo të qytetit të Durrësit, ku ndodhen edhe 12 qendra votimi të lagjeve të ndryshme dhe siç mund ta shihni edhe pas meje, numri i votuesve në këtë moment nuk është i lartë, ashtu ka qenë edhe gjatë ditës. Vali, të lutem, më duhet të ndërpres, do lidhemi sërish, kemi një deklaratë nga Partia Socialiste, zëdhënësja e kësaj partie. Shqipëria ka nevojë për vendimin tuaj. Faleminderit. Mund të themi që është reagimi parë që vjen zyrtarisht nga selia e Partisë Socialiste, e kapën në momentin e fundit, po padyshim është ajo që konsiderohet thirrja e përhershme e selive kryesore të partive politike për të rritur pjesëmarrjen në votime. Dhe kthehemi sërish me Vali Qyrfyqin, me gazetaren ton. Po Vali, të dëgjoj. Ashtu siç po ju thoja, pjesëmarrja ka qenë e ulët, megjithatë për forcat politike duket se nuk ka përfunduar ende dhe ato kanë vijuar duke i bërë thirrje qytetarëve durrësak që të marrin pjesë në votime, ndërkohë që ne kemi vënë re gjatë ditës së sotme që plazhi i Durrësit ka qenë plot me pushues, shumë prej tyre ka zgjedhur Bregdetin për të pushuar, ndonse një pjesë e tyre edhe pse ishin në Bregdet e kanë ushtruar të drejtën e votës që në orët e para të ditës së sotme, e cila duhet thënë se nisi me disa probleme të vogla, por që u rikuperuan gjatë ditës dhe procesi vijon normalisht pa probleme, si në Durrës, aty ku ndodhem, ashtu edhe në territorin e bashkisë së Shijakut, ku ndodhen 54 qendra votimi dhe procesi po vijon normalisht me një pjesëmarrje rreth 30% deri në këtë moment që ne flasim. Vali Qyrfyqi, falenderoj për këtë raportim.